Kryeministri Edi Rama është takuar me kandidatët e Partisë Socialiste në zgjedhjet e 11 majit në Vlorë, ku mes 4 deputetëve të listës së sigurt është edhe ministri i mbrojtjes Piro Vëngu, ndërsa në listë të hapur dallon Damian Gjiknuri dhe drejtori aktual i arkivave në Tiranë, Ardit Bido. Gjatë takimit, Rama vlerësoi drejtuesin politik të qarkut Blendi Çuçi, ke arritur të kapërcesh barierat tradicionale që ka vendosur PS e territorit këtu, duke e konsideruar territor që vetvetiu është me PS-n dhe duke mbyllur faktikisht dyer e jo hapur ato. Rama tha se skuadra ka në përbërje eksperiencën, por edhe risit që vijnë nga nivelet më të larta të drejtimit të PS-s, por edhe vetë komunitetit. Skuadra e qarkut të Vlorës ka një cilësi që reflektojnë dhe skuadrat e qarqeve të tjera, por në Vlorë ka harmonizim mes ambicjes, qëllimeve dhe shoqërisë së përbërë nga komunitete, prejardhje e opinione jo gjithmonë të njëjta. Ne me këtë skuadër i japim qarkut të Vlorës një ofertë që nuk i kemi dhënë më parë, me këtë lloj larmie e mundësie për të zgjedhur brenda për brenda, skuadrës e duke e dhënë individëve mesazhin se askush nuk mund të ndihet i papërfaqësuar. Partia Socialiste është hapësirë ku ka vend për të gjithë, që ndajnë qëllimin e madh, atë që të bëjmë Shqipërinë antare të Bashkimit Evropian e të rrisim më tej cilësinë e jetës në Vlorë, Saran, Delvin, Konispol, Finiqe, Selenica, për t'i dhënë fuqi të shtuar ekonomisë vendore, tha Rama. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.